Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Bojnë, mirë se ritakohemi së bashku. Sot ndodhemi në fshatin Dinosh të komunës së Tuzit. Praktikisht gjendemi në ambientet e punishtës së sipërmarrëses Drita Beqaj. Drita Beqaj prej kohesh merret me kultivimin e bimeve medicinale, duke i shndruar ato në produkte natyrale. Por për të folur më gjatë rreth këtyre produkteve të cilat gjenden këtu rreth meje, do të flasim me vetë zonjën Drita Beqaj. Bimet medicinale me cilat merrna ne është më së shumti shërbelja, lavanda, makthi, rigoni, rozmarina. Këto janë me cilat i bëjmë në për plantazhet tona. Kurse të tjerat më me pakic janë timusi, vriesku si i thomna, dhe të tjera, domethënë. Ka edhe bimë tjera, por të cilat nuk i kultivojmë aq shumë si në plantazhe, sepse ka edhe në përgjithësi në për male, në për afër lumeve edhe kështu. Sikur se është viteksi, që i thojmë na, sepse është shumë i mirë për gratë. Është si çaj edhe si vaj esencial. Cila më shumë nga këto bime për kushtim, kohë dhe cila lulëzon më shpejt, le të themi? Për lulëzimin me para lulëzon domethënë është timusi, kurse atër vazhdon shërbelja, lavanda angustifolia, pastaj lavandin dhe makthi. Se cila e kanë kohën e vetë, domethënë deri në gusht janë në lule. Mirë, atëherë na tregoni më shumë rreth produkteve, sapuneve, vajrave esenciale tjerë, të cilat i shikojmë edhe këtu, pra na tregoni pak për përpunimin e tyre. Ne kur e bëjmë përpunimin e tyre spari i korrim bimt dhe bëjmë vajin esencial. Me vajin esencial bëjmë gjitha këto prodhime që po i shihni këtu, kozmetike, cilat janë, domethënë sapunat, kremrat, hidratues, domethënë të ndryshëm, pastaj vaj për trup dhe për fytyrë, kemi balsame të ndryshme për buzë dhe për trup, dhe kështu gjëra të ndryshme, por e cila bëhen me vaj esencial. Dhe kështu kemi produkte tjera, si që është qirint, nga dylli i sojës dhe dylli i bletës, dhe ato i bëjmë me vaj esencial të ndryshme, domethënë nga lavanda, menta dhe mix, dhe nga lulet e lavandës, makthit dhe këtyre që i thamë, ne bëjmë dekorime të ndryshme. Mirë, sa është të vështirë mbledhja e bimeve deri tek produkti final i saj? Nuk është shumë e vështirë, ne domethënë kur fillojmë korrjen e bimëve familjarisht punojmë. Të gjithë nuk se punoj veç po punon burri, fëmija, të gjithë jemi të bashkë, domethënë kur ja fillojmë korrjen e bimëve. Pastaj deri te produkti final ka aty kohë, sepse është vaj esencial, pastaj domethënë me disa i ndajmë nga ato që të bëjmë dekorime, disa nga lulet, dhe merr kohë, por se kur jemi së bashku të gjithë, shkon puna më lehtë. Mirë, atëherë le të flasim pak edhe për kërkesat, porositë e klientëve që ju keni. Çfarë preferojnë atë më shumë nga këto produkte bio? Më së shumti preferojnë sapuna, vajra esenciale dhe kreme për fytyrë, varet apo është grua apo mashkull, secili e ka domethënë zgjedhjen e vet këtu, i cili mund të gjejnë veten si në sapun, si në krem, si në produkte të ndryshme kozmetike që kemë serumet, po ashtu është dhe parfemi për makinë, dhe kështu domethënë kanë produkte të ndryshme, kurse për firma të ndryshme, për restorane, hotele, ata më së shumit restoranet e duan shurupin nga lavanda, sepse është një shurup që nuk ka në Maltezi përveç se tek unë këtu, dhe përzgjellin ata dhe shurupin nga shërbelja. Tash tjellën nga menta e melisa e pëlqejnë, si me thonë, por ka edhe tjetër kun, kurse këta dy shurupe i marrin për restorane, hotelet më së shumtit marrin buqeta, marrin sapuna dhe qese me lavandë, sepse marrin edhe me shumis. Kurse për gjëra të ndryshme, si kur janë ditëlindje, festa të ndryshme, domethënë fejesa, martesa, marrin edhe buqeta, marrin edhe seta të ndryshme dhe kështu. Sa gjatë mund të rezistojnë këto buqeta? Buqeta deri 1 vjet deri 2 vjet.
e mbajnë, si me thënë, bukurinë e vetë kështu ngjyrën dhe gjithë shka dhe aromën. Atëherë dua t'ju pyes edhe nëse keni mbështetje financiare nga komuna apo institucione të tjera në mënyrë që të rrisni biznesin tuaj. Kem mbështetje kur jemi në panajire, për shumë janë panajiret shumë të shtrejta, që bazohen dhe sikur se është kënd panajiri i luleve, dhe më thashtë kushtojnë shumë për 3 ditë, dhe më thashtë ato është ka koste e madhe, dhe ashtu jem këthue, dhe më thashtë, agjencisë turistike, dhe komunes, dhe në kanë mbështet në atë mënyrë. Dhe për afërsisht sa panajiri mund të zhvillohen gjatë një viti, dhe a jeni gjithmonë pjesëmarrëse? Nuk jem gjithmonë pjesëmarrës, çdo muaj ka panajire, kurse ne i dallojmë ditë kur janë, për shembull sikur është për 8 mars, për festa të ndryshme me së shumtit. Për vit të ri dhe festa të ndryshme që janë. Mirë, po më rastin e festave të 7-8 marsit, a keni sjellur risi në prodhim dhe dekorim dhe a keni porosi dhe kërkesa nga klientët? Po, porosi kemi, dhe më thonë, porosi ka çdo ditë, tek unë kurse në 8 mars, 7 mars, dhe më thonë, si kurse është në muaj i Ramazanit, po ashtu kem pa porosi të ndryshme, setat të ndryshme, dhe kështu i kem ba me shumë pak elegancë, si të themi, edhe nga bukuria estetika, por edhe janë shumë të bukur dhe të shëndetshëm, dhe më thënë, ka pa porosi të ndryshme. Me që e përmend edhe muajin e Ramazanit, çfarë dekorimesh preferojnë ata dhe çfarë ju ofroni ju? Këtu kanë të zgjellin, dhe më thënë, dekorime të ndryshme, ka qirin të bazuar ma shumë është nga dylli i bletës, dhe me aroma të ndryshme. Pastaj mund të bëjnë një seto, dhe më thënë se cili që vjen këtu e pregatin setën si që dona, e për zgjellë, dhe më thënë në seto se qka duhet i vera, do një qëri, apo do një sapun, apo do një serum, krem, e për zgjellë vetë se si ta bëjmë në setën, si lurat ma të bukur. Po, mirë atëherë, deri ku shtrihet jehona e punishtës tuaj përveç tregut kombëtar? A dini edhe vende tjera përreth për këtë biznes? Pra në Shqipëri ose në Kosovë ose? Në Shqipëri dhe Kosovë jem këtë eftuar atje, kurse kem njerëzit që marrin dhe më thë produkte këtu dhe i shesin dhe në Kosovë dhe Shqipëri. Shumë mirë. Atëherë ndërkohë që për çdo blerje dhe dhurat ju krijoni dhe një ambalazh të bukur, pra një dizajn të ndryshëm, dekor elegant e tjerë, i përgatisni vetë apo keni bashkëpunime në paketimin? Dizajnin e kam ba vetë, dhe më thënë për ambalazhe, dhe i kem përpunua jashtë shteti, sepse tek ne nuk është kanë mundësia të bëhet ashtu, edhe disa i kem marrë edhe këtu në Maltezi. Sa ndikojnë festat e ndryshme dhe panajire që organizohen në promovimin e biznesit tuaj? Ato ndikojnë shumë, sepse na se kem filluar të shkojmë në për panajire, ashtu kem filluar të arrijmë edhe me klientë të ri, të kemi, dhe më thënë, sikur se ata që kanë restorane, hotele, njerëz në përgjithësi. Dhe më thënë, tashi shumica në njohin dhe ju kanë pëlqyer, dhe më thënë, produktet tona dhe vinë tek ne këtu në punishtën time t'i blejnë. Atëherë mendoj që keni dhe mbështetjen e familjes, siç e thatë edhe ju më parë, sa janë të kyçur ata në prodhimin e lëndës, sa të ndihmojnë shumë? Ka një kohë të caktuar për të ndihmuar? Po, tash kur është edhe shkolla më pak, përse kur nuk ka shkolla, ata janë të kyçur, dhe me tha si në bim kur merrin më së shumti aty. Punojnë vajza më shumë merret me dekorimet. Dekorimet e kështu në xherxhef apo buqeta dhe kështu të ndryshme. Dhe të gjithë jemi të kyçur, dhe me thënë, në këtë punë. Burri merret me vajra esenciale, ai përpunon, ai godit këto parfemin për makinë, dhe kështu më ndihmon edhe mua në punën që bëj unë këtu. Atëherë pas gjithë këtyre viteve, si e ndjeni veten ju të apasionuar pas këtij profesioni? Ndiheni e përmbushur si një grua sipërmarrëse? Po, kësaj rrallë po, sepse si kam filluar në kushte shtëpiake, kurse tani e kam punishtën time këtu dhe i kam që me përkrahin atë burri, fëmia, dhe ndihem bashkë përmbushur në këtë punë që unë bëj. Jam e kënaqur me punën që bëj, sepse është një punë shumë më e rehatshme se sa të punosh dikun tjetër, të punosh të shtëpia, shumë punë më e rehatshme sepse mund ta lësh punën kur don ti vetë, mund të pushosh, mund të vazhdosh punën kur don vetë, dhe ndihem bashkë mirë me punën që bëj.
Atëherë këtu po shohim edhe këto dhurata të dekoruara, mund të na tregoni nëse janë këto për 8 marsin? Po, këtu janë dhurata të bëra për 8 mars, sepse për 8 mars duhet të tregojmë pak edhe dashurinë, domethënë mirënjohjen, mirë kuptimin, për le respektin për nenat, gratë, le motrat tona. Këtu kem përgatitur seto të ndryshëm. Këtu janë seto e bën nga lavanda, domethënë në këtë ka kremën nga lavanda, ka hidratues nga lavanda, sapun, vaj për trup, qese me lavandë dhe biskot. Biskota nga lavande, në arsi aromatike, po janë shumë e shijshme. Tjetrin seto, kem seto nga makthi, ku mund të përgjellin, domethënë kush çfarë donë, është serumi për fytyrë, është sapuni, është kremi, hidratuesi dhe çaj nga makthi. Varet kush se si e preferon. Por secili, domethënë, kur don të blen diçka për dashurën e vet, për gruan, për nënën, mund ta gjejnë veten si në produkte, si në qirin, si në jastek, sepse kemi jastek të cilat janë të punuar me shumë dashuri, jastek të rëndisur, në ato janë të mbushura me bimë medicinale, dhe janë shumë aromatike, kanë erë shumë të këndshme, por edhe bukurin nga estetika, sepse është një punim dore. Dhe është shumë interesant, domethënë është një punim unikat që nuk mund të gjesh askund tjetër përveç se tek unë. Atëherë këto porosi, njerëzit do vinë të marrin këtu, apo ju i dërgoni porosit në shtëpitë e klientëve? Edhe i dërgojmë porosit, por mas e shumë t'i vinë, sepse shumica na njohin dhe vinë edhe i përgjellin ata vetë, se si e donë, sepse këtu kam bën disa paketime, por më së bukur është kur vinë këtu dhe i shikojnë, domethënë se çka kemi na këtu edhe i përgjellin vetë paketimin, domethënë dhuratën, si për motrën, si për nënën, sepse asnjë dhuratë domethënë është e veçantë, është për gruan, e veçantë është edhe për nënën, ndoshta nëna më fort don një buqet si që është një lule e gjallë. Është lulja e lavandës në vazo, dhe ka çdo vite më të madhe të shtëpia se sa një seto të ndryshëm. Kurse kam edhe për mesueset më shumë marrin, domethënë janë këto buqetat me lavando. Është një buqet e thjeshtë, është shumë aromatike dhe marrin një sapun apo diçka më e thjeshtë, sepse nxënësit prap domethënë më e thjeshtë. Një zgjedhje shumë në fakt. Ndërsa këtu po shikojmë dhe këta qirin, ku mendoj që shërbejnë për muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Madhërueshëm të Ramazanit, kështu kam bërë qirin nga 2 libletes me vajra esenciale, janë shumë aromatik dhe shumë të bukur nga pamja, por se edhe si aromaterapi është shumë interesant për muajin e Ramazanit. Për dikush do të, për dikën të afërmin të përgatis edhe këta i kemë kështu, kurse i bëjmë në paketime të ndryshme, ma elegant, se cili që vjen këtu dhe më thë përzgjell vetë, dhe i bëjmë paketimin shumë interesant të jenë, dhe bukur. Ndërkohë atë lartë po shikoj dhe 2 flamuj të cilët janë për dizajn, janë për zbukurim, apo për shitje? Për shitje janë se cili dhe me thë. Kështu bëjmë dhe gjana të ndryshme, të personalizuar sipas kërkesave të klientit. Këto kam barë, sepse kur shkoj në panajire, dhe me thë, aty gjenë njerëzit cilive u pëlqen, dhe me thë, dhe harta e Malitzi, dhe flamuri i Shqipërisë, dhe kështu këto janë të bëra me lule të thara, cilat zgjasin gjatë. A kërkojnë vështirësi për të punuar? Jo, kur ke dëshirë dhe vullnet, nuk është shumë vështirë të bësh këtë punë. Me të mërët edhe vajza, ajo më ndihmoj në këtë punë si në dekorime, në buqeta. Shumë mirë, atëherë dhe për së fundmi një mesazh për të gjitha gratë që kanë dëshirë të rrisin bizneset e tyre, por në një anë stonojnë, çfarë do t'ju thoje pra, sepse në një farë mënyrë jeni dhe një inspirim për gratë. Po, ky është një inspirim për gratë, sidomos për gratë që kanë edhe fëmijë të vegjël, dhe më thë të bëjnë një punë të shtëpia, së është e thanun me produkte, për shumë si që merrem unë me këta, por me çfarë do lloj produkti tjetër, se secila grua që jeton katu në fshat, dhe më thë ajo ka, dhe më thë ka perime, ka fruta që mund të bëj reçel, mund të bëj gjithë shka nga ato të thaj, të sheset, dhe më thë produkte të ndryshme nga shtëpia, dhe që s'ka nevojë të ikin diku tjetër të punojnë dhe t'i lënë fëmijën. Ashtu kam filluar edhe vetë me këtë punë, domethënë se jam me fëmijët e vegjël, sepse kam 4 fëmijë, secili një mas tjetrit, dhe kështu kam filluar të punoj të shtëpia, dhe më realizua, domethënë, ideja që unë kam pas, dhe tani kam sukses në punë, dhe vinë të gjithë këtu dhe blejnë produktet e mia.